Sigurisht nga ana tjetër këto protesta delegitimuan opozitën sepse treguan se nuk është e vërtetë që populli shqiptar nuk del të protestojë, ashtu siç thotë opozita. Nuk është e vërtetë që populli shqiptar ka frikë të protestojë sepse hiqet nga puna apo të tjerë. Sigurisht që këto janë fenomene që ndodhin. Ka njerëz që vërtet hiqen nga puna apo ka njerëz që vërtet ndjehen të frikësuar se mund të hiqen nga puna nëse dalin kundër qeverisë. Por këto janë pak. Shumica e popullsisë sigurisht që ka indinjat me klasën politike ekzistuese dhe sigurisht që ka indinjat me qeverinë dhe do të ishte e gatshme të dilte dhe të protestonte, ashtu siç kemi parë këto ditë në shesh, nëse ajo vërtet do të gjente një alternativë. Pra, fakti që sot opozita mbledh 100 vet një herë në javë dhe rreth 1000 vet një herë në muaj kur ajo grumbullon nga gjithë Shqipëria me autobus, me struktura, me njerëz që shkojnë i kapin për xhakete, njerëzit e janë protest, ju lutem njerëzit për të thritur në protest, dhe mezi mbledh 1000 vet, fakti që thjesht me një vërshëllim të disa njerëzve të panjohur dalin në shesh mijëra vet, ndoshta 7000, 8000, nuk e di 10000 sa mund të kenë qenë dje, kjo tregon që shoqëria shqiptare kërkon të ngrihet, kërkon ta përmbysë të qeveri dhe është e gatshme të dalë të protestojë sepse vërtet është e pakënaqur me realitetin ekzistues. Por fakti që opozita është në këtë gjendje është për shkak të opozitës, për shkak të paaftësisë së saj për të bindur tashmë edhe vet elektoratin e saj, madje edhe vet antarët e saj, e jo më shoqërinë shqiptare. Dhe fatkeqësisht kjo shoqëri është e mbetur në këtë realitet ku qeveria e ka sakatuar jetën e shoqërisë, por nga ana tjetër opozita është akoma më e pabesueshme dhe akoma më e padëshiruar. Mbetet vetëm që forcat e reja të dalin ta shfrytëzojnë të vakum politik që është krijuar tashmë, por kjo do të mbetet ardhmë.